erdhëm këtu në një situatë të vështirë, sepse kishin shumë pak njohuri lidhur me aktorët e përfshirë, gjuhën nuk e flisnin. Duhet ta shikojmë ndryshe këtë çështje, sepse këto komente tregojnë arrogancë, mungesë respekti, e cili në fakt ka qenë e pranishme në këtë gjykim qysh prej fillimit. Të rrëzosh me njëherë përvojat të shmit e këtyre profesionistëve me përvojë, të cilët e kanë pasur për detyrë të shkonin, të analizonin, të vlerësonin situatat, të shikonin ngjarjet në mënyrë që të ruanin sigurinë ndërkombëtare, është e pabesueshme. Është e gabuar, edhe në fakt për mua është një gjest të shpërimi. Nuk është për të habitur që qeveritë dyshojnë tashmë në besueshmërinë e tribunaleve ndërkombëtare, se kur vetë profesionistët e tyre dalin para tribunit gjykues tregojnë çfarë ka ndodhur, dhe deklaratat e tyre hidhen poshtë nga persona që as nuk kanë qenë të pranishëm në vendin përkatës, kjo është një çështje shumë problematike. Duhet të kemi parasysh se këto institucione, këto tribunale janë një mjet, një instrument i sistemit të rendit ndërkombëtar, se personat që kanë qenë përpara jush janë pjesë e këtij sistemi, janë persona që vendosin në fakt nëse duhet të ketë tribunale dhe nëse duhet të ketë drejtësi. Nuk mund të themi, pa ata nuk e dinë çfarë flasin, ju ishit atje. Po ju keni qenë atje, po ju nuk e dini. Sepse ne do t'i interpretojmë gjërat ndryshe. Mos u besoni më syve, mos u besoni më veshëve. Dim ne më shumë se ju. Është e rëndësishme që t'i kujtojmë vetes rëndësinë e këtyre dëshmitarëve. Mund mos ju pëlqejnë, as nuk ka pse t'ju pëlqejnë. Mund mos i respektoni dëshmitarët ndërkombëtar si individ, dhe as nuk keni pse ta bëni këtë, por duhet të respektoni rolin që kanë pasur, profesionet e tyre, edhe shtetet që përfaqësojnë, Qeverinë e Shteteve të Bashkuara, Britaniken, NATO-n, edhe Kombet e Bashkuara. Këta persona nuk erdhën këtu në cilësinë e personave privat për të thënë, po kështu e mendoj unë diçka. Folën me ju, folën për ju, në emër apo në bazuar në përvojat e tyre, dhe veçanërisht në emër të institucioneve që përfaqësonin. Përndryshe, se duhet të merrni maturizim për këta persona që të flisnin, sepse informacioni që kanë këta persona i përket institucioneve përkatëse. Pra, kur ju dhanë këndvështrimet e tyre, ishin të matura. Këndvështrimet e tyre ishin produkt i bashkëpunimit. Kishin informacion nga organizata ushtarake, civile, nga komuniteti i shërbimit informativ, raporte nga OJQ-t, debate të brendshme, konstatime personale në terren, nga raportime që merrnin prej terrenit. Pra, kishin këndvështrime të rëndësishme të bazuara. Jamie Rubin.